Në Shqipnia nuk është shembull i mirë, kërkosh në rajon, as Serbia nuk është shembull i mirë i sistemit. Na jemi shembull më i mirë i rajonit, por po e shkatrojmë ato që kemi të mirë. Apo ju duket që kemi bërë zgjedhjet më të mira në rajon. Që po supozoj që po mendoj që qëndron se ka vendim gjykatës kushtetuese për këtë punë, apo ju duket që u mrrini farë pjekunie minimale, çdo gjëra mos mu pa mu për prizmit partijak, seriozisht më ulti kush me shkruaj ligj të mirë edhe me kalu. Jo. Nuk jam optimist për këtë pikë. Fatkeqësisht. Kisha dashur me thonë që po, por nuk paktën unë nuk e kam vrejt çatë energji dhe çatë vullnet. Po shpresoj që legislatura e re fillon me një energji tjetër. Që e trashëgon të nontën që ka qenë interesant, se mblidhej çdo 2 ditë, edhe vrejej edhe kvaliteti i deputetëve në bazë të inputit edhe ideve që i kishin. Ajo musëm më jep hapësinë për optimizëm, nëse më lejohet me komentu. Të obligime ndërkombëtare, nëse jemi ka presim, ajo që e thatë nuk po du me shumë veç me disa fjali tujat. Nëse po pritet me ardhë një propozim i madh, nashta gjithë përfshirës, nashta final, prej shteteve të bashkuara, a i bjen që i shdo është Bruxelli në Ohrin, Bruxellin e 2013-ës, Bruxellin e 2015-ës, me shtinën të pih krejt, ka mu bu një dosje e madhe që ka me na e... Ajo dosje është aty. Që bjen se s'mundemi me ikë. S'mundesh me ikë aty në që është qysh gjendjen faktike aktuale me këthy në favor të interesit shtetëror të Kosovës. Pra faktin që atje nuk ka më bonda dhe nuk kemi nevojë me bo marrëveshje të këqija për shkak të presionit dhe rrezikut të një konflikti. Potencial për konflikt nuk ka, bonda që bllokojnë rrugë vrasin njerëz nuk ka, dhe bën më të lehtë dhe më në avantazh të Kosovës situatën. Por problemi tjetër është që Kosova nuk ka raporte dhe besueshmëri ndërkombëtare për veprimet dhe mosveprimet e veta, dhe i duhet një restart i ri, i cili i jep mundësi Kosovës të krijojë një besim të ri. Sanksionet pritet hiqen, kryetarët serb janë atje, s'është ka punën asnjëna komunë shumë që me vlerësu që kanë të bo ata, për shkak të... Për pakten politikisht janë përfaqësues të komunitetit lokal dhe është legale dhe legjitime gjithçka, nuk kanë arsye për me u anku, kështu që kanë përfaqësues, tash në mesin 2-3 elemente tjera që është elementi i gjyqtarëve, elementi i prokurorëve dhe i policëve, se si kanë me u zgjedh gjyqtarë të ri, policë të ri dhe prokurorë të ri që përfaqësojnë komunitetin, sepse e tillë është situata dhe të mbyllet në aspektin e përgjegjësisë institucionale dhe ndërtimit shtetit Kosovës. Pastaj realiteti i ri është i tillë që institucionet e Kosovës funksionojnë në ton territorin e vendit dhe nëse dojmë bisedu me Serbinë, po bisedojmë për çka? Ata thonë, jo, unë du me mbrojt serb, për kuj? Bonda tu as janë më aty. Jo, unë e blokoj, çka blokon, s'u bloku kur gjë. Pra, është një situatë më e favorshme, por në njëjtën kohë klima ndërkombëtare totalisht ka ndryshuar dhe ka rreziqe të mëdha të paparashikueshme. Mund të bëj koncesione të ndryshme ku ti veç je kolateral.